për mu bo doktor i mirë, puna e parë është me pas durim. Domethënë, nuk ka me kontrollu pacientin shkel e shka. Këshilla ime është ta duan profesionin. Ta duan profesionin, mos ta shiqojnë vetëm anën materiale. Se kom pa raporte nuk bashkëpunon, nuk ti duhet me gjetë mënyrën, ai është pacient, ai gjithmonë ka drejt. Për mu bo doktor i mirë, puna e parë është me pas durim. Domethënë, nuk ka me kontrollu pacientin shkel e shka. Duhet me kontrollu, po flas për pacienta ortopedik. Unë e kom princip, puna e parë me zhvesh pacientin. Unë shpesh kur vinë, kanë herë ngurojnë pacientin. Unë step mendim, po ai vjen për shkak për një dhimbje të shputës. Unë ja gjej skoliozën, ja gjej tumorin, ja gjej problemin tjetër. Atëherë thotë, mire paske, po ju nuk bëna, janë rregullat. Janë rregullat e punës. Unë në këtë drejtim shumë e kem pas Zagreb, ka qenë një shkollë e veçantë. Atje, kur kemi shku në doktorat e Kosovës, kem qenë Faton Morina, unë, Arben Gazhdani, Isa Kaliqani, i PES, atje ka pas rregull. Muajin e parë, s'ke pas qasje në sala, asë në repartë, vetëm në ambulancë specialistike. Aty e kemi mësu si egzaminohet pacienti. Mrena mujt, një muj ke pas bes me mësu qysh me egzaminu paciente me standardet tyne. Se ti kur ke shku në repart, ti ja ke nisë me shkru raporte, ja ke nisë me shkru anamneza, a i t'ka para përgadit, a i t'ka quti me shkru qysh dënë ti, a i t'ka shtin sistem. Edhe sot, duhet me dokumentu, për shembull raportet, ti sheh gjithë raporte gjysmake, që s'është përfshi ajo momenti kyç. Tash raportet tona shkojnë gjithka në përbot. Unë kom pas rastet, raportet e mia kanë shku në Kanadë, në Australi, gjithka kanë shku. Po jam krenar me punën time se jam i kujdesshëm, më kam durim. Punën e marr punë, jo me ngutim. Se puna shkel e shka, si operimi për shembull, edhe në operim, nëse s'ki durim për shembull, mas pari duhet mu para përgadit, me shku me fol me instrumentaret, çka duhet instrumentet, çka ki me punu, e jo me shku në sallë pa informu kërken, edhe me ranë kundërshtim asane se duhet me informu stafin, çka ki me punu, qysh tek, si fazat, plani punës, gjithkun bëhet plani punës, edhe prezentohet. Se masane probabiliteti për me bo lëshime është shumë i vogël. Këshilla ime është ta duan profesionin. Ta duan profesionin, mos ta shiqojnë vetëm anën materiale. Ana materiale vjen vetë ajo, nuk është nevojë, po duhet me bo punën si du. Me durim, duhet me i përshtat pacientin, se tash pacientat vinë niveleve të ndryshme. Vinë terap, për shembull, të unë vinë pacient me paraliza, me probleme sistemet nervor qendror që ecin keq, që duhet m'ja u korrigju, aty duhet durim u marrë me ta. Vjen pacienti që është vështirë po duhet me bind, duhet me pas durimin, duhet me ditë me menaxhu, se është një, aty nëse s'ki durim, se merr me të mirë, aty dështon, s'mush mi marrë dhanat. Nuk është arsye se kom pa raporte nuk bashkëpunon, nuk ti duhet me gjetë mënyrën, ai është pacient, ai gjithmonë ka drejt. Edhe kur e punon, duhet me bo zgjedhjen më të mirë të mundshme, mu konsultu me kolegë, se nuk është kërkush i gjithdijshëm. Ortopedia kosovare ka ecë përpara se profesorat tanë, themelues të ortopedisë, kanë qenë nivel, kanë qenë tepër të përkushtuar. Kanë kujdestaru çdo tretenat, e kanë kalu jetën në spital se ka qenë momenti kur mjekësia shqiptare në Kosovë ka lullzu. Edhe ata kanë bërë çmos që me rrit numrin e kuadrove, sepse e kanë ditë që me rritjen e numrit kuadrë rritet cilësia, rritet mundësia. E sot është mundësia edhe për teknologji, se sot për ju tregoj, unë e kom punu një kohë edhe në Francë.
Për shembull skoliozat, në Zagreb i bëjshin me tjetër teknik, bëjshin me torakofrenallum përpara, çelke. Ishte 6 orë operim. Kem punu shumë me doktor Arben Gazdanin, kem asistu, është ka qenë profesor Kovac. Kur shkova unë në Francë, në Gjenevë mas pari kur isha, në 91-shin, ata punojshin krejt ndryshe. Nga pas, jo përpara, për 2 orë u kry kjo operimi, me navigacion, me elektrostimulim, dhe më thonë me elektroda këtu që me pa që kur punojshe ti në palës kurizat, mos gjatë korrigjimit, po e damton palcën. Edhe me njerë të alarmojke që dush mundal. Përmes regjistrimit potencialeve të evokuara. Me navigacion, ta mundëson, kur ta qitë zhviden, se du të mi qitë vidat transpedikular në kuriz, zdia ju karami pa. Janë operacione delikate, po janë shumë precize. Edhe tash me navigacion të eshe, atje të thotë që del e kuqja, që jetë drejtim gabum, je ka shko ka palca, ndroje drejtimin, edhe ajo s'le me gabu. Në më thonë, shkalla e sigurisë është shumë e lartë.